Mëngjesi, nuk e dia më njihni, por jam unë. Sapo kam ardhur në shtëpi, kam shkuar që në orën tek parukierja edhe kam krerur flokët, thjesht do t'i hap pak para se të iki tek studio, edhe ky është make-upi, kam bërë një penel, gjysmë peneli, diçka të thjesht, buzët e kuqes, që rrallë herë unë mund t'i lyej buzët e kuqe, sepse siç e dini të kuqen unë e kam shumë inat, por po më thoshin që të gjithë që më shkon kjo buza e kuqe. Por për foto i bëra. Tani kam ardhur në shtëpi, do bëj pak gati 1-2 gjëra që më duhen edhe do vi Eva të më marri që t'ikim të bëjmë setin e fotove. Tani ky është make-upi, nuk e di se si u duket juve, por mua mirë, më pëlqen. Jam lyer edhe më bukur në vende të tjera që kam qenë, por duke qenë se ai vendi që unë lyesha më përpara është pak larg, nuk isha se si të shkoja të vija edhe të harxoja kohë kot. Kështu që u detyrova të shkoj te kjo parukierja që më sugjeruan, por që mirë është për të bërë një set fotosh, është në rregull. Tani do bëj diçka të vogël për të ngrënë një tost, ta ha kështu avash pa prishur make-upin edhe t'i them Evës të vi që të ikim tek studio, të shikojmë se si do na dalin fotot. Unë do i bëj dhe një herë fotot e tortës që bëra dje, sepse i bëra një rregullim të vogël tani në mëngjes, edhe duket më ndryshe, më bukur, kështu që do t'i bëj dhe një herë foto tortës edhe ikim. Sot kemi fotoshooting me Angela. Fotoshooting, kjo do kamerën ti. Sa sti fotoshooting? Do bësh youtuber ti? Do bësh? Do bëjmë YouTube bashk. E le me tezën. Ky del që tani. Unë s'kisha ardhur akoma tek studio Evës, për shikoni pak se sa bukur që e ka bërë, sa shumë skena. Jemi çikë rëmuj kështu. Për rëmuj se ka punë. Edhe unë ndrova, vesha xhaketin që do bëjmë fotot, getat e kuqe, nuk e di a ja kam treguar, jo se ja kam treguar që do vishem kështu. Flokët narançik se na mori era me vete. Por për pak do fillojmë të bëjmë fotot, ndërkohë do ju tregoj çik studion e Evës se si i kanë bërë skenat e Christmas. Ardhur këtu? Wow, Denzi! So quick! Në Madonna! Qa është ajo kamer? Qa është kjo? Kapja Angelës, prishja. Bukur, dukeni të dy. Po, ne sot. Abituni. Të pëlqen ty? Po, do bëjmë foto të dy ne. Po. Do bëjmë foto. Kafe tezin. Kafe kamerën. Sa po i pëlqen? Habite shumë, Thot sa po bëjmë të kësu. Eva, duhet të ham tani se u lodhëm. U ktheva dhe në shtëpi, e mbaruam setin, hëngrëm drejt bashk, pivëm dhe një kafe, provuam edhe tortën.
Torta kishte dalë e mirë, goxha e mirë kishte dalë, por duke qenë se ka të pjesën e pandispanjës që është goxha e trarë, sepse kjo lloj torte ashtu e donte, ishte më shumë si kek me krem dhe ishte goxha e lezetshme. Flokët e mia mbahen edhe pse jashtë të merr era dhe të çon në një vend tjetër, por thash të hapja kamerën dhe të flisja pak, edhe duhet të laj fytyrën sepse nuk e duroj dot. Nuk e di, më duket sikur kam vënë një mask, ka vënë edhe këto qerpikët falco këtu që do t'i heq me ujë të ngrohtë sepse ashtu më tha që t'i heqja. Ndërkohë duhet të mbledh pak edhe shpinë sepse është rrëmuj. Nuk e di pse më është bërë kaq rrëmuj, por duhet ta mbledh, të bëj dhe një lloj supe për në darkë sepse nuk kam ngrënë gjell këto kohë, edhe nuk ndihem mirë. Kështu që duhet të bëj ndonjë lloj supe që ta hap për në darkë. Ora është 3:30 e drekës, kështu që në ora 6-7 mund të konsumoj edhe darkën. Fotot kanë dalë shumë të bukura dhe po i shikoni me Evën që parë në lokal, sepse na i dërgovi Giulio, bashkëshorti i Evës, na i dërgoi fotot që kishim bërë, edhe unë do përzjodha disa edhe do mi editojnë. Në fakt ato s'kishin fare nevojë as për editim, sepse ngjanin shumë bukur, ngjyrat ishin super të bukura dhe më pëlqen shumë se si ka dalë. Do ju lë, jo, nuk do ju lë asnjë lloj foto, do t'i shihni me datën 10 dhjetor tek Instagrami im. Atje mund të futeni dhe të shikoni fotot e mia, ose do ja u lë në videon tjetër të ardhshme. Do ju lë fotot se si kanë dalë sot. Do përgatitem edhe disa klipe të shkurtra që unë të bëj një reels për Instagramin dhe që ta postoj me datë 10. Dhe kështu jemi shumë të kënaqur nga rezultati i fotove. I falenderoj shumë Evën dhe Giulion që u morën me mua sot edhe bërën fotot. Kështu që tani po ndrohem dhe po shkoj të laj fytyrën sepse duhet një larje me xhelin, me ujin micelar, një larje e thellë që të më hikin të gjitha make-upet që kam në fytyrë, sepse nuk jam mësuar të rri kështu. Edhe vërtet kur bëj ndonjë make-up kështu si dita e sotshme, duket ai ndryshimi, duke qenë se në përditshmëri unë nuk lyhem pothuajse fare, nuk vendos as pudër, as blush, edhe ndonjëherë kur shikoj disa vajza që janë edhe shumë të vogla në moshë, që qerpiku qerpik, te konturet, edhe ndonjëherë më duket vetja shumë kot, jo kot, po më duket vetja shumë e pambajtur, sikur nuk e mbaj veten, më duket sikur po më ikin ditët kote dhe unë nuk kujdesem, se unë kujdesem për lëkurën, kujdesem për trupin, por nuk lyhem që të bëj make-up në përditshmëri, që nuk e di çfarë të them, por ndonjëherë ndihem sikur nuk e mbaj veten. Tani po iki të laj fytyrën edhe të mbledhim pak shtëpinë. Më të rëndësishme, unë nuk kënaqa me Denzelin, nuk e di, besoj se e pat edhe ju në për klipe, se sa i mirë që është, mashallah, është si një çum flori, është shumë i mirë, i dashur, e rinë dhe goja i veç jashtë, nuk e di ai lloj fëmije, por më ka kënaqur sot, kam bërë ca foto të bukura me Denzelin, që nuk e di, më kanë pëlqyer shumë edhe do postoj ndonjë në Instagram story, por sot nuk postoj asnjë gjë. Të gjitha fotot që unë kam bërë sot me atë lloj veshje, që ju e pat veshjen time, do t'i postoj gjatë ditëve në vazhdim. Sepse nuk dua t'i postoj që sot, nuk e di. Kam lënë që t'i postoj atë ditë. Iga tani t'laj fytyrën. Mirëmëngjesi, jemi nga dita tjetër e këtij vlogu, nga dita e tretë mos gaboj. Unë jam zgjuar në orën 8:30 edhe hëngra mëngjesin tim, jam veshur edhe do bëhem gati. Sot jam zgjuar e sëmur. Mendova se do t'i shpëtoja gripit që ka muaj që qarkullon, edhe thash s'ka shanse mos më kapi mua gripi gjatë dimrit, sepse e njoh trupin tim. Dhe kur vjen puna, ja, që dje në darkë, s'po ndihesha mirë, po më diqte fyti, edhe natën kisha ethe, u ngrita kam pirë një depon, nuk e mata fare temperaturën, se e di që do kisha diçka, edhe kështu, tani në mëngjes nuk është se kam pirë në një gjë, jashtë koha është pak shi, vrenjtur, bie shi imët në fakt, edhe unë dua të vesh aksat, sepse më pëlqejnë edhe kam kohë që si kam veshur. Do bëhem gati sepse do dal me Albën. Albën e ndiqni besoj në YouTube. Është hera e dytë që ne dalim bashkë edhe do dalim të pim kafe. Në fakt u takuam para 3-4 ditësh në një pasticeri rastësisht.
edhe e la më pas që të dilnim për kafe. Dje më dërguan fotot Eva me Julian edhe kishin dalë shumë të bukura. Me si pres që ti editojnë edhe ti editojnë thjesht do e vendosin në i filtr në një ngjyrë sfondit edhe këto, sepse nuk besoj se do bëjmë në një Photoshop në një gjë dhe në përgjithësi Eva tek studia saj nuk është se vendosin Photoshop tek njerëzit. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse secili del ashtu siç është. S'ke pse ndryshon veten për të dukur mirë tek të tjerët, apo vetëm nëse ke diçka problem që do me patjetër të duket ndryshe në foto. Po kjo është zgjedhje e secilit prej nesh. Ndihem e pafuqishme, nuk e di, më zuri dhe mua. Mua ka filluar po më mbaron edhe concealeri, është hera e tretë që marr këtë të esencit, edhe më pëlqen sepse më është përshtatur edhe duke qenë se unë e vendos kur dal vetëm te kjo pjesa e syve. Se unë shikoj aty te ekrani i vogël, por duhet ju shikoj juve tek pika e kuqe. Duhet i laj këto sfungjerët, sepse fuqet i kam të lara dhe unë si kam përdor hiç fuqet. Kështu që të paktën të laj këto sfungjerët kur të vi, po pata nerva dhe fuqi. Nesër është e shtunë, nuk do xhiroj, besoj, dhe mbyll që sot vlogun, dhe shikojmë çfarë do bëjmë pas dite. Unë s'do gatuaj asnjë gjë sepse kam supë nga dje, edhe dua që të ha supë, mos të ha gjëra të thata. Edhe nesër do kthejmë vizitën, do shkoj tek shtëpia e kushërirave të Çesit, vajzat që erdhën herën e kaluar tek unë, edhe do shkoj nga ato në drek, edhe do e kalojmë pas ditën aty. Ndërsa pas nesër na vjen babushi. Vjen babushi im. Nuk e di sa ditë do të rri, por sado që të rri, le të rri, do kënaqemi. Nuk e di, si ja u kam thënë, por babi im ka pësuar një incident në punë, edhe ka vrarë dorën, duke qenë se ai punon në ndërtim. Ka vrarë dorën e djathtë edhe nuk punon dot, është me 1 muaj raport, edhe ikën truri që do vinë në Shqipëri dhe s'do bëj dot punime këtu në shtëpi. Është shumë i nevrikosur dhe i mërzitur për këtë gjë, por i kam thënë që do të ndihmoj unë për çfarë do lloj gjëje që do të mund të bëj këtu në shtëpi dhe ai sa unë mund të të ndihmoj, se edhe unë nuk është se di shumë. Kur dal me Albën, do ndaloj në një farmaci të marr një 2-3 tajlë hota, edhe do ta pi një në darkë ose mbas dite dhe vetëm do ri shtrirë që të qetësohem edhe të fle dhe pak gjumë, sepse ai tajlë hoti më bën për gjumë, e të më iki ky gripi. Që s'besoj të do iki me një ditë, se mua pa më filloi 1 muaj rresht e kam kollën. Flokët shikoni pak sa mirë më kanë bajto, më kanë rënë pak këto ondet në fund. Po shikoj sa mirë që ngjajo njerëz kur njeriu i shtrin flokët. Ngelem duke i mbajtur të kapura, edhe do t'i vë vetes qëllim, duke qenë se nuk e kam pjastra, prandaj i kam lënë kështu, se e kam në Finland. Çdo javë do shkoj dhe do e kref flokët këtu tek parukierja Lagjës, të paktën të ngjajmë si njerëz, të ngjajmë kokën e rregullt, se ngelem me flokët e kapura ose me onde. Unë si mbaj as onde njerëz, jam shumë budallaqe që si mbaj, sepse i kam të bukura, i kam të fryra, kam atë kaçurelin jo kaçurel siç ka Eva, me onde, edhe nuk i mbaj, duhet t'i mbaj, sepse janë të bukura, por më pëlqejnë shumë të drejta. Njerëz, po vazhdoj të bëhem gati, sepse nuk e di se çfarë po flas, më ka kap gripi dhe në tru, dhe shihemi pastaj, do ju marr me vete kur të dal me Albën, edhe kështu.
kam ardhur në shtëpi, edhe pse se kam hapur kamerën fare, është ora 3:30 edhe unë sa po piva një talël hot, sepse nuk ndihem mirë edhe kisha pak temperaturë, por e piva tani talël hotin edhe them të shtrihem, që të qetësohem, sepse e di që talël hoti më vendos në gjumë. Me Albën ja kaluam shumë bukur, shkuam tek Bedouin View Lake, që është aty tek liçeni artificial. Ishte goxha këndshëm, e kishin zbukuruar bukur për vitin e ri edhe ne u kënaqëm me muhabet. Edhe thash të hapja tani kamerën që të bëja mbylljen e këtij vlogu, sepse nuk kam takat ta vazhdoj deri në fund të ditës, sepse dua që të ri shtrirë, edhe që të më kaloj ky grip, mos më kapi më keq, se e di se si shkon ky muhabet nëse unë e lë pa marrë ndonjë talël hot ose pa pirë ndonjë gjë tjetër. Shpresoj shumë t'ju ketë pëlqyer kjo video dhe të shihemi në një vlog mas tjetër, që unë ja kam humbur numërimin tani. Por që të bëjmë, i keni të gjithë aty në kanalin tim me radhë, edhe mund t'i shihni. Paçi!